Transmetohet nga Ibn Abasi tash hadithet që potencojnë vlerën pra të këtyre 10 ditëve. Transmetohet nga Ibn Abasi radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: nuk ka ditë në të cilat veprat e mira janë më të dashura tek Allahu dhe me shpërblim më të madh se sa këto 10 ditë. Nuk ka ditë tjera, po thot pejgamberi alayhis salam, ku ka mundësi që veprat tuaja që i bëni të kenë sevap më të madh te Allahu se këto 10 ditë. Sahabët u habitën dhe i thanë: o i dërguari i Allahut, as lufta në rrugt të Allahut, sepse e dini se lufta në rrugt të Allahut është ibadet i madh, sepse në të njeriu sakrifikon jetën e tij, pasurinë e tij, pra e lën paksimangut familjen e tij dhe sakrifikon shumë gjëra, është ibadet i madh, lufta në rrugt të Allahut. Andaj e pyetën, i thanë: a edhe lufta në rrugt të Allahut nuk barazohet me veprat e mira në këto 10 ditë? Është për qëllim lufta në rrugt të Allahut në ditë tjera, sepse njeriu ka mundësi të bëjë luftë në rrugt të Allahut po ashtu në këto 10 ditë. Andaj është për qëllim pra krahasimi ndodh veprat e mira në këto 10 ditë dhe lufta në rrugt të Allahut në ndonjë ditë tjetër, për shembull në 10 ditë tjera, 10 ditë tjera thjeshta. Pejgamberi alayhis salam thot: po, veprat e mira në këto 10 ditë kanë shpërblim më të madh se lufta në rrugt të Allahut në ditë tjera, vetëm nëse një rast nuk ka shpërblim më të madh, vetëm në një rast, nëse shkon me pasurinë e tij dhe me shpirtin e tij dhe nuk kthehet me asnjërin. Shkon me shpirtin e vet dhe merr pasuri plus prej shtëpisë së vet dhe nuk kthehet me asnjërin. Edhe pasurinë e shpenzon në rrugt të Allahut, po edhe vdes si shahid në rrugt të Allahut. Në këtë rast ka mundësi që të ketë shpërblim më të madh. Por ndryshe jo. Pra shpërblim shumë i madh tek Allahu subhanahu wa taala. Veprat e mira që bëhen në këto 10 ditë, dhe padyshim se është për qëllim veprat e mira që shtohen nafile, e jo farzet, sepse farzet dihet, ai farzet muslimani duhet t'i bëjë çdo herë, ajo nuk merret në konsiderat pra. Jo dikush thoi për shembull ti fali 2 farze ndoshta do të arrish shpërblimin. Jo, për të arritur shpërblimin e veprave të mira në këto 10 ditë duhet mos lësh mangu në farzet, në 5 kohët e namazit, sepse për ndryshe ti je në minus dhe nuk mund dalish prej atij minusi. Sa do që të bësh nafile, minusi i farzeve ekziston. Andaj është për qëllim pra, pasi ti kesh bërë farzet, obligimet, veprat nafile tjera me të cilët i shton pra veprat e mira dhe kontën e veprave të mira. Në një hadith që e transmeton Imam Ahmedi nga Xhabiri radiallahu anhu, përmendet se pejgamberi alayhis salam ka thënë: 10 në të cilin betohet Allahu janë këto 10 ditët pra. Wa layalin ashr, pasha 10 netët është për qëllim këto 10 ditët. Dhe kjo përmendet në gjuhën arabe, ceket një pjesë e kohës dhe është për qëllim krejt ajo kohë pra. Ceket nata dhe është për qëllim komplet 24 orëshi.